Paralelisht po zhvillohen dy, një në Shëngjin, një në Dërmi, Kala Festival është gjithashtu i brendërkombëtar festivali. Kthehemi te futbolli. Kthehemi ke futbolli. Futbolli ka nevojë të komercializohet. Atë që ti e the pak më parë si gjë të keqe, ka nevojë shumë të komercializohet. Ka mundësi? Pa diskutim që ka mundësi. Mjafton, ne nuk duhet të bëjmë krahasime kur me Premier Ligën angleze, me La Ligën spanjolle, me Bundesligën. Ne mjafton të shohim komercializimin që ka Liga e basketbollit në Kosovë. Mjafton të shohim beslidhjen e Lezhës në basketboll në Shqipëri. Ka në fanellën e saj gjen 9 sponsora. 9 sponsor. Gjen 9 sponsora. Kush organizon këtë gjë atje? Lezhë për shembull. Nuk kam iden, kam përshtypjen duhet të jetë ekipi i Bashkisë Lezhës, siç kryetari i Bashkisë që është kryetari i Bashkisë, është pasionant mbas basketbollit. Kjo është një formë errësore, nuk është një formë pa diskutim. Por do thotë që pa ligj sponsorizimi, thjesht me vullnetin, me dëshirën e një personi, është krijuar një lëvizje sportive basketbolli në atë qytet, e cila mbase mbulon shpenzimet e veta, që në futboll nuk ndodh. Po flasim për klube shumë mëdha, aksi i futbollit shqiptar, historia e futbollit shqiptar është Tirana, Shkodra dhe Vlora. Si qytete. Si qytete. Tirana ka brenda pastaj Dinamo, Partizanin, ekipe tjera. Sa para fitojnë klubet tona nga marketingu, nga biletat, nga targrat? Të paktën dy klube që unë di të rëndësishëm të futbollit shqiptar kanë qenë në nivele pothuajse zero. Pothuajse zero. Domethënë klubi më i madh i futbollit shqiptar, që është klubi i futbollit Tirana, është zero i komercializuar. Edhe i digitalizuar.